Naima. Mirë se ka ardhur. Sa mirë që kemi Faleminderit shumë. Po kalëm karriken. Faleminderit. Koxha duket mbretërore kjo, se faleminderit shumë. Na tingëllon gjithmonë mbretëreshe këngës dhe vazhdo të mbetesh e Në tillë. fakt unë Naimi e meritojmë pak si ma mbretënore, sepse na ka dërguar. Mirë. Meritoni ju të dëshmor të doni. Unë ju kam vënë ballë për ballë sonte. Tash do ta humbim modestin. Kemi shkruajt këngë shumë të bukura. Shiko, do ta them një miku im më ka thonë, po dhe unë. Shkurtë Feza më ka thonë, edhe në portret është shumë atdhetare. Faleminderit. Është shumë atdhetare. Dhe për rusë të Shkurtë Fezën, do të mendosh mirë. Do të mendosh mirë, se kjo është dhe hatër lije, për shembull, ndihet keq ku ti e bën këngën, kjo si pëlqen, po është hatër lije. Jo, me mu s'ka ndodhur kur. Unë Shkurtë Fezë, ja kam dhënë këngën, ja kam tregu këngën, kur e kam ditë se ajo do të pëlqej. Do të pëlqej. Dhe nuk e kthen mbrapa. Sepse kjo është natyrë, thash, është hatër lije, edhe e mam pasaj e le aty. Po me mu s'ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Edhe U morët vesh mirë, ë? po si, kënga e parë që kam shkruajtur për Shkurtë Fezën është kënga Nënat Kosovare. Pastaj kemi vazhdu, edhe i kam bërë këngë të ndër... Nuk i mbaj mend gjitha, por një nga ato që më pëlqen shumë është kënga Sheshi. Sheshi në Tereza, në mes të Prishtinës dhe në Gulmëror. Shumë e bukur. Këngë që kur e shoh Shkurtër aty, ndjehet shumë komode kur e kënon këtë këngë. Është këngë e mrekullueshme që pse jo të mos E kujtoj kur jemi taku me Naimin në Prishtinë dhe Naimi kishte ardhur për një juri në festival në Drenis diku mbaj një festival. Edhe unë u gëzova shumë kur e pash tash Naim, po ta jap një ide. Shife këtë sheshin, edhe masej Nënën Terezë, Ibrahim Rugobën, Zahir Pajazidi, Skënderbeu, gjitha këto. Thash të mi përmbledhesh, sepse këtu bëhet gjithë ajo. Ideja ishte kësaj. Do të bëra pikturën e Sheshit të Prishtinës. Shumë e bukur doli kënga dhe është një Atë që ja thamë edhe më herët. Këngët tua, po kur interpretohen nga këta gjigantë të skenës, siç është Shkurtë Feza, e të tjerë, vërtet rënë nga dheu dhe ngrejnë dheun, dhe i bëjnë ti dëgjojnë të gjithë, që të ndjehen, bëhen të ndjeshme. Absolutisht njerëzit gjejnë pastaj vetveten aty. Në Sheshin Nën Tereza, me të gjithë ata që gravojnë historinë tona, Skënderbeu, Nën Terezën, Ibrahim Rugovën, Zahir Pajazitin. Shkoj të tregoj një gjë tjetër të bukur. Vjen Shkurta me Hajrushin në Elbasan në Lliç. Edhe shkojmë atje, edhe kjo më tregon mua një histori, thotë ky Barsalet, thotë që Zoti thotë e ka krijuar Shqipërinë nga bashkja e vet. Nga bashkja e vet. Sa e bukur. Edhe unë e pashëm. Thash për ky shmutim i bukur për këngë. Do ta bëj thash. Edhe kam ik nga Lligja për të ardhur deri në Elbasan nuk është 10 minuta, unë i bëra 3 strofa. Ai bën rrugës. Zoti ma kërkoj botën. Ndër këngët më të bukura është Shqipëria bashkë Zotit. Po si, valla ke motiv. Është inspiruese. Pra, e duk shu do mbësh të jep iden. Sa mirë ke thonë. Se ja kam thënë edhe në emisionet e mia, edhe zhbiruse, shumë elokuente, e mençur, din çka më marr. Dhe e kujdesshme. Shkurtë, tash duket shumë e përgjithësuar, po çfarë përfaqëson muzika Naim Gjoshit për ty? Muzika Naim Gjoshit kur e shesin një piramidë sekretisht. Po unë kur foli vesh Naimi deshta me u lidhë, sepse ti këndosh këngët e Naim Gjoshit, veç nëse fare s'din me këndu, se shpirtin që ja jep Naim Gjoshi, ndjeshsin, te nota, te vargu,
emocionin, pastaj veç nëse s'din fare me këndu, se pa tjetër dalin të bukura dhe dalin shumë të përzemërta për ata që i dëgjojnë. Përqeshë dhe në tjetën tjetër të radhë, ndjeshe sigurt shumë kur e këndon këngën e ti. Është shumë krijon siguri në sukses. Sa herë i dëgjoj edhe tjetër kur i këndojnë, thamë, o Zotë, na im Gjoshi, shuqyshë të kemi. Sepse kjo dhe kanta e ti, pastaj e ngritën një nivel tjetër si kompozitor, dhe sinqerisht është kënaqësi për ne që e kemi, kaq me jetë për ne. Naim Gjoshi, çfarë të fakson zëri i Shkurtës si artiste në kompozimin tënd? Zëri i Shkurtës është zëri i kombit. Zëri i kombit. Pse do ka shumë popull i Shkurtër? Është përfaqësuesja më e dej e shpirtit të tij. Dhe Shkurtërfeza ka bërë epokë. Shkurtërfeza është në qëndron atje lart me germat arta, si këngëtarja më dignitoze që interpreton me shumë dashuri këngët adhetare. Kjo është atë dheu vetër. A e kupton? Absolutisht vërtet e kemi mbretëresht, nuk diskutohet maestro. Kjo është atë dheu. Faleminderit shumë. Në këtë gjë dhe kjo është shumë e bukur se na ka dhënë shumë gjëra në për vite. Po. Shiko na imi të mbush me emociona dhe kur dënë me full për ty. Pastaj vargu i këngës të çmend. Po, a ka pas një moment kur ju të dy keni ndjerë sikur bashk me punën tuaj po krijoni histori? Histori ndoshta ashtu se kam ditë te, por bashk kam ndjerë që po bëjmë diçka të bukur. Të bukur. Ajo pastaj hyn vetë në histori mrapa. Ama kemi bërë diçka të bukur. Gjithmonë në Shkurtër kam bërë gjëra të bukura. Sigurisht njeriu fillon Kemi kohë që bashkëpunojmë, kemi kohë. Po 30 këngë? Po kemi kohë që Dikush një krijimtari të tërë e pa 30 kemi filluar me nonat kosovare dhe nuk di se ku do përfundojmë. Ku do përfundojmë? Edhe unë nuk e tham shumë. Veç të më dhe një 50, 60 e 100 vjetarsh me na krijoni dhe unë bashkëpunimi me Naimin ka qenë sikur ai mjeshtri i madh që fillon edhe ndërton një kala. I von themelet, po ai nuk e di se çfarë madhështi do të ketë kalaja. Edhe tuva krijohet një madhështi dhe kjo vërtet u bë histori. Tashi, çdo segment e ka historinë e vet. Domethënë kur flasim për historinë, është histori këngë, është histori krijimtarie, histori lufte. Dhe kjo bëri historinë në absolutisht dhe mësot. Unë kur shkuj për Shkurtërfezën, unë me sytë e menjes e vendosa t'jë në skenë Shkurtën, tak edhe. Edhe më duke sigur ajo vetë ma jep motivin këtu ku jam unë, që për më e te, se e ka vendosa t'je unë. Kështu duhet punu me këngëtarët. Këngëtarin t'a njohë shkirë, me sytë e menjes t'a vendosa t'jë në skenë, edhe atëre Shkurtë këngë e bukur. Njështë e do bëj këngën, po të si shkon Shkurtën, dhe shkoj këtë jadje vine këngëtare në skenë, me sytë e menjes, gjithmonë, edhe kështu kam më vepruar me këtë këngëtare. Unë e jofë mirë botën e Shkurtës, e jofë temperamentin, e jofë ka bërë shumë evolim në vite, ka bërë shumë evolim Shkurtës. Keni diskutuar shumë në studio, ta këndosh kështu, ngritë zërin, bëje kështu? Po t'ishe, shko, sa gjithë shka i vjen organike, së është nevoja t'i dhur gjakse. I thot vetë, i vinë vetë, aj amë, aj bugur. Edhe të mëson me këndu. S'kem sa t'i dhur. Në fakt, ka njëherë në përdasma, na eskalojmë të Shkurtë mos e përët. Edhe unë kur dalë për studio si thamë aju, që sa veshin e homës. Ku e dëgjove të? Nuk lejoj ke asë një lullet e tepër, kjo mos e përët. Pasi edhe ju ka rënë shumë dhe në momentin nga më të bukurat, kur e folëm ma herët Shkurtë, besoj që në këndi jek nga pra paskena, që në momentin nga më kulminantët, kur një stadiumit tërë, kur stadiumet të tëra, e thash që nga Pekini e deri në Honolulu, kush do që din Shqip, e interpreton gjithandej. Dhe po të bëhi një klip, ti mund të gjesh vërtet në skaj të botës, atje edhe në Alaska, dikush në mes të borës duke kënduar, mora fjallë dhe jashtëzakonshme. A keni parë ndonjë herë njëri tjetrin në momente të këtilla
përmes lotëve tuaj.